So I'm a flower lady today. Look at me. I'm selling flowers. Për të gjithë që më pyesin, Wejta, se më ban ftyrën e pastër, apo pse qa bën me ftyrën tënde? Nuk është dhe aq shumë e pastër, me thënë drejtën. Ujë, sapun edhe CeraVe. Thank you. Hajde shtëpi tani. Po të pres. Shumë bukur. Nuk ka gja më të bukur se sa me pa Amen, like vajzën time, që knaqet me gjyshat e vetë dhe ato gjithashtu. Edhe ka do pluse, për shembull, unë kam shumë ndihmë, unë mund të vazhdoj punën, mund shpenzoj kohë pak me lindin, mund të kem edhe pak kohë për veten time, sepse kam diken, për shembull, në këtë rast, prindërit e lindit, që kujdesen edhe këshirin Amen. Jo, që është kjo pyetje maj? Jo, sigurisht që jo. Nuk më bëri kush më zor. Faleminderit. Edhe me qenë se jemi në këtë temë të jetuaret me vjerrit, unë do të diskutoj diçka që kam pa në mediat shqiptare. Ishte një opinion publik që kjo person thoshte mos leni fëmijët e tuaj me prindrit tu se gjunaf fëmijët janë të nxi jetën. What? Qa është kjo? What? Jo, unë besoj fëmijët zbukurojnë jetën e tyre. Unë shoh të dyja anët. Amerika ka dy pall gjyshat edhe ato me zi presin që të kujdesen apo ta mbajnë për i ditë apo sa orë. I don't know, shumë crazy kjo opinion. Ka baluja. Po. Pse? Jam sensitive. Qërë kush erdhi? Jo të, jo. Ameja! Ameja! Baby! Ju thoni, marrë më gji. Pretty little baby, I am so in love with you. Pretty baby,